Nuk po e them me siguri këtë, por ishte surprizë dhe çudi që emra të panjohur në publik të kenë marrë kaq shumë vota. Fillimisht me votën e Greqisë. A ka diçka që kërcet aty? Po, tek vota diasporës, unë mendoj që ka diçka që duhet parë me shqetësim dhe me seriozitet, është fakti që për aq sa unë jam informuar, kontrata ishte e supozuar, pra ishte qëllimi ka qenë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe DHL ndërkombëtare, pra posta DHL, të merrnin përsipër këtë proces të shpërndarjes së zarfave dhe mandej kthimit të tyre me votën e plotësuar në KQZ, por ndërkohë, ndryshe nga sa ka qenë parashikimi në kontratë, janë përzgjedhur nën kontraktor të DHL-s për të realizuar këtë proces sensitiv. Pa diskutim që çdo paranojë mbi një proces që është i panjohur etj. Unë mendoj që nuk është e qortueshme, përkundër është e shëndetshme, është e lavdërueshme dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të jetë aty për t'i dhënë përgjigje këtyre pikpyetjeve, madje unë mendoj që është i vonuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të rezonuar apo për të hedhur poshtë atë që është një dyshim i ngritur nga partitë në opozitë, në mënyrë të veçantë Partia Demokratike, sepse në qoftë se kemi një shkelje kontraktuale, unë mendoj që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mënyrë të vullnetshme apo të pavullnetshme, duhet marrë përgjegjësinë që i takon, lidhur me atë që në fakt ka qenë një proces që deputonte për herë të parë dhe që për hatër të kësaj arsye vetëm, ne do duhet të jepnim besueshmërinë dhe integritetin maksimal. Në qoftë se në deputimin e parë lindin kaq shumë dyshime, unë mendoj që në deputimin e dytë, pra në si thua rutinën tashmë që mund të ketë procesi i votës së emigrantëve, gjithmonë më pak shqiptarë që jetojnë jashtë kufive do të mund të ushtrojnë të drejtën e votës. Pra procesi është njollosur. Duhet folur shpejt. Ekziston dyshimi dhe mund të jetë një dyshim i arsyeshëm që partia në pushtet të ketë futur duart. Po në qoftë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në kontratën që kanë nënshkruar me DHL-n ka si palë zbatuese të kontratës DHL International dhe në fakt kontrata fillon dhe zbatohet nga DHL Albania, që janë nën kontraktor, pra posta private të nën kontraktuara, pra nga të tretë e të katërt, unë mendoj që këtu ka një problem. Në mos të natyrës themelore, të natyrës formale patjetër. Dhe kjo dilemë duhet marrë përgjigje. Unë mendoj që mund të faktohet kjo, është e vështirë për të vërtetuar? Është gjë më e thjeshtë për të vërtetuar. Dhe unë mendoj që këtu Partia Demokratike duhet këmbgul në gjërat e thjeshta, pra që janë të mundshme për të faktuar. Në fakt ajo nuk po shkon tek gjërat e thjeshta. Fjala vjen. E thjeshtë është për votat e Greqisë e ka ngritur zërin mjaftueshëm. Është më e rëndësishme fjala vjen ose më kompakte kërkesa që të hapen kutit në zona ku ajo ka fituar, fjala vjen në Kukës apo në Shkodër, dhe të bëhet numërimi për të sheshuar dyshimet nëse ka më shumë vota në kuti se sa ka votues apo jo. Dhe në këtë mënyrë pra hap kutit do duhet të ishte në fakt kërkesa e Partisë Demokratike, sesa ti shkoheshe KQZ-s, unë këtu ngre dyshime, që në emër të aktivizimit të procesit të ankesave apo institutit të ankimimit, ata vend kërkojnë proces verbalet që duhet i kenë vetë. Pra këto proces verbalet duhet i kenë vetë. Partia Demokratike po gjen një rrugë, pra në vend që të shikoj hënën, shikon ose kërkon të gjej gishtin që tregon hënën. Dhe këtu ngrihen dyshime mbi vetë Partinë Demokratike. E dyta, Partia Demokratike duhet normalisht dhe paralelisht të nisë edhe një analizë, sepse është njëra gjë të thuar që shkaku i vetëm i humbjes, pra dhe për këtë duhet asjaroj, ajo duhet, pra të thot, unë në llogaritë e mia duhet kisha 70 deputet, ose 69, ose 71 nuk ka rëndësi, dhe kam marrë 50. Pra nuk jam humbse kaq e madhe, ose duhet pretendoj që kam qenë fituese dhe më votën fitore. Problemi është që edhe nëse ne do të supozojmë, dhe këtu duhet të argumentoj përse Partia Demokratike po pengohet në ligjërimin e vet publik, vetëm nga konfigurimi i gabuar në bllokun opozitar, pra ku pati 3 koalicione, rezulton nga vlerësimet që kanë bërë autoritetet e statistikës zgjedhore që Partia Demokratike nga të vetët në Fier ka humbur 1 mandat, në Korçë 1 mandat, në Elbasan 1 mandat, në Vlorë ka humbur 2 mandate, në Durrës ka humbur 1 mandat, në Berat 1 mandat, në Tiranë ka humbur 2 mandate. Pra këto vetëm a shpjegoj si ka humbur nga të vetët në çuptim? Pra nëse Partia Socialiste ka qenë subjekt i vetëm përballë dhe nuk ka patur brenda